në Rjoll, sot shqiptarët po thonë boll, është një thirrje tjetër që dëgjohet nga protestuesit, të cilët kanë bërë bashkë kështu shumë kauza, kauzën e Zvërnecit, kauzën e Rjollit, e cila ka prej disa muajsh që vazhdon, por edhe kauzën e Durrësit, ku shumë banesa preken nga projekti që do të ndërtohet në Durrës i një pedonaleje. Përsëritet vazhdimisht gjatë gjithë kohës thirrja për dorëheqje të kryeministrit Rama, ndërkohë që ka, ashtu siç edhe ju e thatë, ka shumë fëmijë në këtë protestë, ka të mitur, ka familjar, ka prindër që kanë ardhur me fëmijët dje ishte 1 qershori dhe kishte gjithashtu shumë fëmijë të pranishëm në këtë protestë që madje disa prej tyre folën në protestë, të tjerë kishin ardhur me pankartat që i kishin shkruar vetë dhe e konsideronin ditën e djeshme, festën e 1 qershorit të fëmijëve si një arsye më shumë për të protestuar fëmijët për një të ardhme më të mirë në vendin e tyre. Dëgjon, ka një irritim të qytetarëve sot pas ndrimit të zotit Rama për vijimin e projektit të ndërtimit të Zvërnecit? Thirrja dorëheqje, jo dialog. Dorëheqje, jo dialog, përsërisin protestuesit. E vështirë të dëgjohemi mirë me kolegun si pasojë e brohorimave. Kësaj proteste për të kuptuar edhe atë që po ndodh realisht gjatë këtij marshimi. Renaldo, ka një irritim të qytetarëve që protestojnë sot e krahasuar kjo me atë të ditës së djeshme dhe kjo mund vi si pasojë e qëndrimeve të zotit Rama për gjatë gjithë ditës së sotme se ky projekt absolutisht nuk do të mund të ndalohet? Kolegu Renaldo Saliani të mund të pozicionohet diku në mënyrë që edhe komunikimi të jetë akoma dhe më i thjeshtë si pasojë e brohorimave dhe marshimit, disi e vështirë për të komunikuar me kolegun Renaldo Saliani për të na dëgjuar në saktë. Por gjithsesi do të vijmë të qëndrojmë së bashku me këto pamje të drejtë për drejta në 2 kahe të ndryshme të bulevardit, ku duket se kolegu Saliani është duke i shoqëruar në këtë marshim dhe më pas do të në anën tjetër shohim qytetarët në një plan më të gjerë për të pasqyruar pjesëmarrjen e këtyre qytetarëve. Le driva më bëbë. Ona I lunë shokët.
plak. Këtu do flasim. Nëse që ka të plak, në atështë. Ta mbajmë aty, se merë do të nga këtu. Ose nga këtu. Po mirë ti e punta dhe unë puntime. Ti do me bo live për televizionet e juaj. Anula projekte!
Jam këtu tek makina e panoramës.